Fenomeni Shkodran Luis Eili ka sjellë sërish një moment që ka bërë të gjithë ndjekësit të qeshin me lodh. Këtë herë protagonisti është një arush gjigant që ndodhet mbi krevatin e dhomës së hotelit. Vet Luisi, i veshur me një robë dishampër të bardhë, i hidhet sipër me një lëvizje kaq spontane dhe gazmore, saqë videoja është kthyer menjëherë në një ndër më të pëlqyrat e ditës. Ai bën shaka me arushin, sikur të ishte një personazh i gjallë, duke treguar edhe një herë anën e tij lozonjare dhe plot humor. Pranë tij ndodhet Kiara Tito, e qetë dhe me buzëqeshjen e saj të ëmbël, duke shijuar çdo moment të këtij pushimi të shkurtër. Ky çast i papritur është pritur me shumë pozitivitet dhe ka marrë komente të shumta nga fansat. Shumë prej tyre e kanë cilësuar Luisin si mjeshtrin e humorit të natyrshëm, që ditë të bëjë për të qeshur edhe me një arush mbi krevat. Ndryshe nga personazhet që ndajnë vetëm pamje të kuruara, Luisi sjell realitetin më të bukur dhe të sinqertë. Videoja është një përzierje perfekte mes humorit, dashurisë dhe thjeshtësisë. Çdo gjë në këtë video është natyrale dhe e ndjerë. Me robë dishampër në një dhomë hoteli dhe një arush në krevat, Luisi krijon një moment që do të mbetet gjatë në kujtesën e ndjekësve. Ai arrin të sjellë buzëqeshje edhe nga gjërat më të thjeshta, dhe për këtë arsye mbetet një ndër personazhet më të dashur të publikut shqiptar.